Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjatë 24 orëve të fundit, rreshtet e dendura në Gjirokastër nuk kanë shkaktuar situata kritike. Rrugët kombëtare dhe rurale janë të kalueshme normalisht. Furnizimi me ujë i rregull, ndërsa përkohësisht ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona rurale për shkak të erës, ndërkohë që grupet e OSHE-s janë në terren për rikthimin e furnizimit. Rritja e cilësisë arsimit të lartë shqiptar që po tërheq çdo vit e më shumë studentë huaj, përfshirë edhe ata nga vende me tradita të forta akademike si Gjermania. Erik dhe Filip janë dy prej tyre. Ata kanë zgjedhur të ndjekin studimet në arkitekturë dhe dizajn urban në vendin tonë, duke parë Shqipërinë si një kombinim të formimit cilësor akademik dhe një aventure kulturore të pazvendësueshme. Ky vit mësimor ka sjellë për herë të parë në liceun artistik Fejim Ibrahimi 17 nxënës. Artet figurative, një nga dy degët e liceut artistik në Gjirokastër, këtë vit mësimor ka pritur nxënës të talentuar në pikturë, të cilët dëshirojnë të zhvillojnë njohuritë e tyre me specialistëve që japin mësim në këtë shkollë, e vetme në llojin e saj në jug të vendit. Autoritetet e Bashkisë së Libohovës po përqendrohen këtë periudhë në ndarjen sa më të drejtë të kullotave dimërore, pasi numri i krerëve të bagëtive është rritur ndjeshëm. Aktualisht në bashki numërohen rreth 14.000 të imta dhe 1.100 gjedh, çka e ka bërë të domosdoshme riorganizimin e hapësirave të kullotës për të garantuar kushte të përshtatshme për blegtorët gjatë dimrit. Ju njohim tani më gjerësisht. Gjatë 24 orëve të fundit, rreshtet e dendura në Gjirokastër nuk kanë shkaktuar situata kritike. Rrugët kombëtare dhe rurale janë të kalueshme normalisht. Furnizimi me ujë i rregull, ndërsa përkohësisht ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona rurale për shkak të erës, ndërkohë që grupet e OSHE-s janë në terren për rikthimin e furnizimit. Prej mbrëmjes së djeshme, rreshtet e shiut kanë vjuar me intensitet mesatar në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, pa shkaktuar probleme serioze. Aktualisht, të gjitha rrugët nacionale dhe ato rurale janë të hapura dhe furnizimi me ujë të pishëm dhe energjinë elektrike vjon normalisht. Që prej ditës së djeshme kanë vjuar rreshtet e shiut me intensitet të ulët deri në mesatar, me intervale. Deri në këto momente që po flasim nuk janë shfaqur problematika nga ujërat që grumbullohen në pjesën fundore të qytetit Gjirokastrës, por dhe në bashkitë e tjera. Sigurisht edhe njësitë vendore, bashkitë, janë gatishmëri dhe po monitorojnë situatën. Është punuar gjatë gjithë kësaj periudhe që me marrjen e njoftimit një punë intensive në pastrimin e kunetave, pusetave, brenda vijave, brenda bashkive të qarkut, por edhe me kanalet kulluese të rrjetit parë, dytë, ku është punuar për mos patur problematika nga prejnt malor që grumbullojnë ujin të element kryesor që ne kemi në qark. Strukturat e emergjencave janë në gatishmëri dhe po monitorojnë situatën në zonat e rrezikuara nga rrëshqitjet e dherave dhe prurjet e lumenjve. Duke parë nivelet e ujit në dy pikmatjet që ne kemi në përmet, në Lumin Vjosa dhe në pikmatjen në urne me Maliajt, deri në këto momente uji është nën nivelin mesatar të prurjeve që ka Stina e Vjeshtës. Nuk kemi problematika të shfaqura serioze të shfaqura nga ndërprerja e energjisë elektrike. Për momentin kemi pas takime dhe takime të energjisë elektrike në bashkitë Libohov, Dropull dhe në fshatin Izvor në bashkinë me Maliaj. Rrugët nacionale janë të qarkullueshme, pa shfaq problematika. Ndërmarrja e autoritetit rrugor jugor është në gatishmëri bashkë me kontraktorët dhe po i mirëmbajnë nëse do të shfaqen probleme të vogla. Autoritetet paralajmërojnë se në orët në vijim pritet një shtim i rreshjeve, ndaj apelohen drejtuesit e mjeteve dhe banorët të tregojnë kujdes apo të raportojnë për çdo problematik që mund të shfaqet. Moti i keq me rreshtet të dendura dhe erë të fortë ka përfshirë edhe Gjirokastrën gjatë 24 orëve të fundit, por pa cënuar për ditëshmërinë e banorëve. Vetëm disa akse rurale kanë pasur probleme të vogla, ndërsa strukturat e emergjencave civile dhe ekipet e bashkisë janë në terren dhe në gatishmëri. Banorët këshillohen të tregojnë kujdes në lëvizje dhe të raportojnë çdo situatë emergjente.
Rreshtet e dendura që kanë shoqëruar orët e fundit bashkinë Gjirokastër nuk kanë sjellë problematika në territor. Përgjegjësi i emergjencave civile pranë bashkisë Ilir Çumaku bëri të ditur se të gjitha strukturat janë në monitorim të vazhdueshëm dhe situata paraqitet nën kontroll. Situata në bashkinë Gjirokastër aktualisht është normale dhe gjatë gjithë natës nga njoftimet që kanë bërë nga njësitë administrative nuk ka patur asnjë lloj problemi. Përveç ikjes të ndriçimit në fshatra, në disa fshatra, nuk ka patur ndonjë problem. Nuk ka patur probleme sepse edhe shiu nuk ka qenë me atë intensitet që mendonim ne, por njëkohësisht nga shirat e javës së kaluar para 10 ditësh u morën masat në gjitha njësitë administrative ku kishte probleme në tombin o në gjëra, u morën masat që të kontrolloheshin dhe të pastroheshin. Tek proji i Ficos, pranë bibliotekës së qytetit, u bë një kontroll i fundit dhe u pa që kishte nevojë për ndërhyrje dhe u ndërhi me emergjencë dhe besoj se e stabilizuan pak. Sipas Çumakut, përurjet në Përrejnë dhe Lumenj janë brenda normave dhe nuk është raportuar asnjë rast për mbytjeje apo rrëshqitje dherash. Edhe qarkullimi rrugor vjen normalisht në të gjitha akset, ndërsa njësitë administrative kanë njoftuar për situatë të qetë në zonat më të ekspozuara ndaj rrezikut. Gjithë strukturat janë në gatishmëri, me se thonë që sot do ketë rreshje shumë më tepër se ç'kanë qenë. Shpresojmë mos kemi probleme, megjithatë ne jemi në gatishmëri. Autoritetet lokale mbeten në gatishmëri deri në stabilizimin e plotë të kushteve atmosferike, ndërsa ju bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes në lëvizjet gjatë orëve me rreshje intensive. Edhe Saranda gjatë 24 orëve të fundit ka përjetuar rreshje të forta dhe stuhi, por pa shkaktuar probleme serioze. Bashkia ka ndërhyrë kryesisht në zonat rurale, ndërsa autoritetet portuale njoftojnë se dalja në det është ndaluar për shkak të motit të keq. Pas një nate me rreshje të dendura shiu dhe stuhi, edhe dita ka qenë e tillë në Sarandë. Dallgët përplasen furishëm në breg, deri në lartësinë e strukturave të sapo vendosura në shëtitore, ku do të ngrihet bredhi simbolik i festave të fundvitit. Peizazhi gri shtrihet në gjithë hapësirën detare dhe moti i përkeqësuar ka kërkuar që mjetet e lundrimit që nuk përballojnë dallgëzimin e detit të regjistruara deri në 5 ballë të qëndrojnë në Spiran. Përjashtim kanë bërë vetëm mjetet e shpejta të linjës me Korfuzin. Me forca të bashkërenduara me strukturave bashkiake, kanë qenë dhe mbeten në monitorim të infrastrukturës rrugore dhe pastrimit të pusetave përgjatë tyre. Rreshtet e rëna 24 orët e fundit nuk kanë qenë aq të bollshme sa për të shkaktuar problematik. Jemi në gatishmëri të plotë si stafi i drejtorisë së bujqësisë, si ndërmarrja e shërbimeve, policia bashkiake bashkë me MZSH janë të gjithë në terren për monitoruar, sensibilizuar dhe në gatishmëri për çdo problematikë që mund ndodhë në ditët në vazhdim. Përveç qytetit dhe hapësirës detare, edhe më në vëmendje sipas Lamajt mbahen tokat dhe pasuria bujqësore e blegtorëve. Deri tani rreshtet e rëna në sajt të pastrimit të kanaleve kulluese në për tokat bujqësore nuk kemi asnjë lloj problemi. I gjithë uji është derdhur në bazenin e Bistricës dhe deri në shkarkimin e plot në det. Deri tani nuk kemi probleme. Edhe hidrovori i Çukës është në gatishmëri të plot, ka qenë 24 orë në punë. Janë marrë të gjitha masat edhe në rast ikje dritash, me anë të një gjeneratori që të jetë gjithmonë në funksion. Duke e vlerësuar paralajmërimin për përkeqësim të mëtejshëm të motit në orët në vijim, drejtori Lamaj thotë se janë marrë masa për largimin e bagëtive dhe bledhve nga zonat më të rrezikuara nga përmbytjet. Në secilin fshat ku rreziku është i shtuar, kemi larguar të pjesë të bagëtive që mendohet që mund të përmbytet toka bujqësore, edhe një pjesë të bletëve që kanë qenë në këtë territor. Nga përkeqësimi i menjëhershëm i motit në 24 orët e fundit nuk janë regjistruar problematika serioze, por kjo është kthyer në përparësi për monitorim me përgjegjësi të situatës për orët në vijim, duke paraprirë me organizim dhe masa parandaluese. Moti në vend paraqitet i qetë me rreshje të herpashershme me intensitet. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak në 24 orët e ardhshme në qarkun e Gjirokastrës,
Parashikohen rreshje intensive në formë shtrëngatash. Strukturat e mbrojtjes civile janë në kadishmëri, ndërsa qytetarëve në zonat me risk u bëhet thirrje të njoftojnë menjëherë autoritetet nëse hasin probleme. Për më tepër, le të ndjekim raportin që na vjen nga Agjencia e Mbrojtjes Civile. Situata meteorologjike në vend paraqitet kryesisht e qetë, me rreshje me intensitet të ulët deri mesatare dhe pa probleme serioze në nivel kombëtar. Në qarkun e Shkodrës, rreshjet intensive që ranë dje pas dite dëmtuan segmentin rrugor Breg-Lumi-Theth, ku 9 persona dhe 5 mjete mbetën të bllokuar. Falëndërhyrjes së shpejtë të forcave bashkiake, policisë së shtetit efektive të forcave të armatosura, personat u evakuuan me sukses. Rruga mbetet e bllokuar dhe po pastrohet nga inertet me mbështetjen e 10 efektive të forcave të armatosura. Në Bashkinë Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Në qarkun e Lezhës, në aksin Lezhë-Shëngjin, është rrëzuar një pemë e cila ka dëmtuar linjat elektrike dhe ndërprer energjinë. Në rrugën Lezhë-Balldren ka prezencë inertesh dhe forcat operacionale po punojnë për pastrimin e saj. Në qarqet e tjera të vendit nuk raportojnë problematika nga moti. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët e ardhshme priten rreshje të herpasteshme me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit, rreshje të shumta priten edhe në Lezhë, Durrës dhe Tiranë, të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Parashikohet mjegull dhe shikueshmëri reduktuar në zona luginore. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile janë në gatishmëri të plotë në koordinim me strukturat për përballimin e pasojave të mundshme nga moti i keq. Ju lutemi banorëve të zonave ku mund të paraqiten probleme të kontaktojnë me autoritetet vendore. Policia e shtetit njoftoi sot se ka shtuar prezencën e shërbimeve në rrugë dhe zonat e përfshira nga moti i keq. Policia njoftoi dhe apelon për të gjithë qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme si dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në rrugë me automjete, motomjete apo me këmbë. Shmangni lëvizjet e panevojshme dhe lëvizjet në akset që paraqesin rreziqe. Respektoni sinjalistikën rrugore, moderoni shpejtësinë, mbani distancën e duhur me mjetet e tjera, mos kryeni parakalime të gabuara, vendosni rripin e sigurimit dhe kaskën mbrojtëse. Në çdo rast nevoje, qytetarët të telefonojnë në numrin pa pagesë 112, njoftoi policia. Policia bëri të ditur se strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me emergjenca civile, Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera janë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast që paraqet rrezik për përdoruesit e rrugës dhe banorët në zonat ku është parashikuar që të ketë rreshje të dendura shiu. Firmat kontraktore për mirëmbajtjen e rrugëve po punojnë për të pastruar inertet e rëna si pasojë e rreshjeve të dendura dhe për zhbllokimin e disa segmenteve të bllokuara nga shkarja e dherave dhe gurve. Një magazin me materiale ndërtimi pranë liçenit të Virojt u përfshi nga flakët në katin e dytë. Sipas shërbimit zjarfikës, ngjarja ndodhi rreth mesditës, ndërkohë që ndërhyrja ishte e menjëhershme dhe përdorimi pajisjeve ajri apo tre fikse me pluhur dhe ujë u përdor për të izoluar dhe shuar flakët. Fal ndërhyrjes së shpejtë, zjarri u kontrollua pa u përhapur në magazinat përreth. Nuk pati persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të vogla. Autoritetet po vazhdojnë monitorimin për të siguruar që situata të mbetet nën kontroll. Rritja e cilësisë së arsimit të lartë shqiptar po tërheq çdo vit e më shumë student të huaj, përfshirë edhe ata nga vende me tradita të forta akademike si Gjermania. Erik dhe Filip janë dy prej tyre. Ata kanë zgjedhur të vijojnë studimet në arkitekturë dhe dizajn urban në vendin tonë, duke parë Shqipërinë si një kombinim të formimit cilësor dhe akademik, gjithashtu edhe një aventure kulturore të pasvendësueshme. Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e të rinjve që kërkojnë rritje akademike. Në 5 vjeçarin e fundit, nëse studentët shqiptar kanë preferuar kryesisht vendet evropiane, si Gjermania, Italia dhe Franca, një trend i kundërt po vërehet tek të rinj gjerman, të cilët po zgjedhin gjithnjë më shpesh Shqipërinë. Dy të rinj, Erik dhe Filip, janë një shembull i qartë i këtij fenomeni. Ata kanë qëndruar për 2 javë në Gjirokastër së bashku me një grup studentësh të arkitekturës dhe dizajnit urban, që kryejnë rilevime dhe tregojnë arsyen se pse kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre studimor. When we talk to our supervisor in Germany, Ne vendosëm të jepim një shans, sepse për sa kohë që të gjithë po thoshin fjalë të mira dhe që shkolla zhvillohet njësoj ose mund të jetë edhe më mirë, do të jepim një shans Shqipërisë për
pasi kishim diskutuar me njëri tjetrin disa herë, vendosëm që të zgjedhim Shqipërinë. Vim nga Gjermania lindore dhe përgjithsisht arkitektura atje ka influencë nga luftrat botërore dhe me të ardhur në Shqipëri, specifikisht në Gjirokastër, kemi parë që ka një arkitekturë që është një shtresëzim i shumë kulturave të ndryshme, domethënë greke, bizantine, pak italiane, disa gjëra specifike që nuk mund t'i gjesh kudo në Gjermani ose mund mos i gjesh fare, sepse është unike për këtë vend. Dhe aspekti më interesant që kemi vënë re është strukturimi i çative, se si janë të bëra me rastën e gurit në mënyrë natyrale dhe konstruksioni në përgjithësi i shtëpive gjirokastrite është diçka unike që ti nuk e has asgjikundi në Gjermani. Also the roofs are really. Në bisedat me bashkëmoshatarët e tyre në Gjermani, ata tregojnë se u sugjerojnë studimet jashtë vendit për të përfituar një eksperiencë ndryshe të vlefshme dhe më të gjerë. Historical aspect of the whole city. Afrimiteti ose hospitaliteti shqiptar nuk është diçka unike që nuk e kemi parë asgjikundi tjetër, sepse në një vend si Gjermania nuk është se njerëzit tregojnë kaq të afërt direkt me një person të huaj, kurse shqiptarët i përqafojnë të gjithë turistat nga do që janë, sepse fundja ne jemi turista në këtë vend, po gjithashtu po studiojmë dhe kemi parë një lloj kulture shumë të ndryshme dhe shumë të veçantë që do na ndihmoj shumë për ta kuptuar më mirë vendin dhe na ndihmoj që të flasim fjalët më të mira për çdo që do jetë interesuar, duke i dhënë edhe një mendim të brendshëm nga ne si dy persona që e kemi eksperiencuar, e kemi parë dhe e kemi shijuar maksimalisht traditën shqiptare. Zgjedhja e Erik dhe Filip për të studiuar në Shqipëri tregon se vendi ynë po kthehet gradualisht në një destinacion tërheqës akademik për të huajt. Eksperiencat që ata fitojnë këtu, jo vetëm profesionale, por edhe kulturore, është dëshmi e mundësive që Shqipëria ofron. Ky vit mësimor ka sjellë për herë të parë në Liceun Artistik Fehim Ibrahimi 17 nxënës, artet figurative, një nga dy degët e Liceut Artistik në Gjirokastër. Këtë vit mësimor kanë pritur nxënës të talentuar në pikturë, të cilët dëshirojnë të zhvillojnë njohuritë e tyre me specialistëve që japin mësim në këtë shkollë, e vetme në llojin e saj në jug të vendit. Kanë zgjedhur të studiojnë në Liceun Artistik Fehim Ibrahimi për artet figurative. Nuk janë të rinj që janë rastësisht në bankat e kësaj shkolle, por i ka sjellë këtu dëshira dhe pasioni që kanë për pikturën. Vinë jo vetëm nga Gjirokastra, por edhe zonat e tjera të jugut për të zhvilluar më tej talentin e tyre. Kam ardhur te shkolla artistike sepse më pëlqen të pikturoj dhe të vizatoj, e kam shumë qejf, e kam pasion dhe prandaj kam ardhur te kjo shkollë. Kush ka thënë ty që vizaton bukur? Kanë thënë njerëzit në familje ose profesorat këtu, edhe shokët, edhe shoqjet plot. Më kanë thënë. Kush ka qenë shtysa jote kryesore? Një kushëri im që ka qenë te kjo shkollë më ka thënë të vi këtu sepse ti vizatosh shumë mirë dhe mund të bësh vizatime shumë të bukura te kjo shkollë. Dhe si e shikon veten ti? Unë te tani mesatar, jam mirë për momentin. Pas përfundimit të kësaj shkolle? Si mendon, ku do të shkosh? Do ta vazhdoj për pikturë. Çfarë je duke vizatuar? Një kungull. Ky është vizatimi yt i parë gjatë që prej fillimit të shkollës? Dhe disa vizatime të tjera. Dhe si po ecën ti kështu, nga koha në kohë, nga java në javë? Po bëjmë parime shumë të mira. Ti pse zgjodhe këtë shkollë? E gjëja veten më shumë tek vizatimet. Dhe kështu që më thanë edhe mësuesit nga shkolla nëntëvjeçare që duhet të shkosh për pikturë edhe erdha te kjo shkolla këtu. Në këtë rrugëtim që ka nisur nuk do të mungojnë mbështetja e stafit pedagogjik. Një prej mësuesve të arteve figurative, Bledar Kaçi, shpreh i kënaqur me prurjet e reja dhe vlerëson dëshirën e të rinjve për një rrugëtim të mbar.
Viti i parë i pikturës, ajo që është e pjesa rezultante e një pune goxha të madhe të vitit të kaluar, po edhe të viteve të tjera, është konkretisht një pjesëmarrje e mirë e nxënësve. Jo vetëm në sasi, po edhe në cilësi. Na ka një vit i parë, nuk po them që do të rrisë, se ky vend ka prodhuar gjithmonë artist, që është me një nivel goxha të mirë talentesh. Realisht është kuptuar, me sa kuptoj unë, edhe nga shoqëria, nga prindrit, po edhe nga fëmijët, që Gjirokastra është një vend i tillë. Prodhon dhe tregu të punës i duhen të tillë. Jemi një vend UNESCO dhe këta do jenë pikërisht ata që do punojnë nesër për ambientet që ka Gjirokastra, për ambiente artistike dhe ambiente talentesh. Detyra jonë është që këtë talent që kanë ta shtyjmë përpara. Ta shtyjmë përpara në çdo lloj mënyre, kryesorja është duke mos i nxënë, e dyta është ajo që ne kemi detyrë funksionale, edukimi qytetarit tyre dhe dijet e tyre të kemë mundësi që t'i përcjellin dhe të jenë në shërbim të gjithë Gjirokastrës, Shqipërisë dhe më gjerë, pse jo. Besoj dhe jam besim plot që ky vit ishte një start goxha i mirë. Ne do ta mbajmë të ritëm dhe kjo shkollë ka për të funksionuar dhe ka për të ecur goxha mirë, në mendimin tim. Të vit mësimor, Liceu Artistik në Gjirokastër në ciklin e mesëm frekuentohet nga 45 të rinj. Pjesë e tij janë edhe nxënës që ndjekin drejtimin artistik në shkollën nëntëvjeçare Urani Rumba. Në Konispol, fëmijët po vaksinohen sipas kalendarit të imunizimit, ndërsa prindrit janë të ndërgjegjësuar për rëndësinë e vaksinave. Në këtë qendër vaksinohen rreth 18 deri në 20 fëmijë në muaj, duke mbrojtur shëndetin dhe zhvillimin e tyre. Në Konispol, procesi i vaksinimit të fëmijëve vazhdon normalisht sipas kalendarit me mbështetjen e stafit mjekësor dhe angazhimin e prindërve. Sipas bluzave të bardha të qendrës shëndetësore që përmbledh gjithë qytetin, prindrit janë shumë të ndërgjegjësuar dhe kjo bën që fëmijët të vaksinohen në kohën e dur. Janë me ritmet sipas kalendarit, domethënë fëmijët janë 100% të vaksinuar, asnjë fëmijë nuk ngelet pa vaksinuar, sipas moshës që i predispozon gjithë e kujt. Sot kishim një vaksinim të një fëmije 2 mujor, që bën pneumokokun, poliomelitin, rotavirusin, të gjithë kalendarin që ka 2 mujori për të kryer. Në këtë qendër shëndetësore gjatë një muaj vaksinohen rreth 18 me 20 fëmijë. Mjekët theksojnë rëndësinë e vaksinimit, pasi ai është një masë thelbësore për shëndetin dhe zhvillimin e sigurt të fëmijëve. Rëndësi të madhe luan edhe informimi. Është aluduar për vaksinën e frusit, por unë do t'i bëja thirrje të gjithë prindërve që fëmijët mos të lihen pa vaksinuar, sepse në momentin që një fëmijë nuk e ka antitrupin e duhur për ta luftuar atë sëmundje, në momentin që e prek, pasojat mund të jenë fatale. Vaksinimi është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Nuk ja rekomandoj askujt që të lërë fëmijën pa vaksinuar, qoftë edhe vaksinat që vinë ekstra, siç janë vaksinat e gripit. Ne vaksinojmë fëmijë në muaj, domethënë mund të kemi 18-20 fëmijë në varësi gjithmonë të moshës që përmbushin, sepse një muaj ka më shumë, një muaj ka më pak, por që të gjithë fëmijët që kemi 0-18 vjeç janë të vaksinuar. Bluzat e bardha apelojnë që të gjithë prindërit të respektojnë kalendarin e vaksinimit dhe të sjellin fëmijët në kohën e dur për të garantuar mbrojtjen e tyre ndaj sëmundjeve infektive. Autoritetet e Bashkisë Libohovës po përqendrohen këtë periudhë në ndarjen sa më të drejtë të kullotave dimërore, pasi numri krerëve të bagëtive është rritur ndjeshëm. Aktualisht në këtë bashki numërohen rreth 14.000 të imta dhe 1.100 gjedh, çka ka bërë të domosdoshme riorganizimin e hapësirave të kullotave për të garantuar kushte të përshtatshme për blegtorët gjatë gjithë dimrit. Për blegtorët, kushtet atmosferike këtë vit kanë qenë mjaft të favorshme, duke ndikuar pozitivisht si në kullota ashtu edhe te kritja e të imtave. Këto kushte kanë krijuar mundësi më të mira ushqimore për tufat, duke lehtësuar punën e blegtorëve. Në Bashkinë e Libohovës, situata e mirë e kullotave ka bërë që blegtorët të qëndrojnë ende në kullotat verore përtej periudhave të zakonshme. Ndërkohë ata kanë nisur edhe procedurat për nënshkrimin e kontratave të kullotave dimërore. Bashkia Libohovë mbarështron një numër të madh baktisht të imta, kushtet atmosferike për këtë vit kanë qenë mjaft të përshtatshme, pasi rreshtit e shiut kanë rënë në herët dhe
gjendja e kullotave dhe baktive që mbarështrohen është në gjendje të mirë. Nga fermerët nuk ka shqetësime, baktit ndodhen akoma në kullotat verore dhe kushtet e mira atmosferike favorizojnë këtë gjë. Lidhur me kullotat dimërore, po bëhen kontratat, janë të siguruar, gjithë fermerët kanë pjesën e tyre si çdo vit. Duke pasur një numër të lartë krerësh të imtash, Bashkia e Libovës po punon për të siguruar një shpërndarje të drejtë të kullotave dimërore. Qëllimi është që çdo blegtor dhe çdo tuftë të ketë hapësirën e nevojshme gjatë stinës së ftohtë. Lidhur me problemet në kullotat dimërore, sipërfaqja e kullotave dimërore është e vogël, rreth 800 hektar, por numri i lartë i baktive bën që mos mbulohen plotësisht. Ne kemi bërë të mundur ndarjen e këtyre kullotave në raport me numrin e krerëve dhe sipërfaqen. Aktualisht kjo bashki numëron rreth 14.000 krerë të imta dhe 1.100 gjedh, shifra që e bëjnë menaxhimin e kullotave një proces të rëndësishëm dhe të domosdoshëm. Bashkia thekson se po vijon punën për të garantuar mbështetje dhe kushte sa më të mira për blegtorët e zonës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë më takofshim.